Zoti Kurti ose Vetëvendosi do të ofertonte aleancën për të bashkëqeverisur. A është një gjë që s'bëhet në asnjë variant, zoti Haradinaj, duke e ditur që e keni pasur një polarizim edhe një gjuhë goxha të ashpër, ka pasur shumë antagonizma, sidomos 2 viteve të fundit në mes juve dhe pjesës tjetër. Unë thellë besoj që Kurti është e keqja e Kosovës, është fatkeqësia e Kosovës. Unë besoj që ky njeri është dami më i madh që i ka ndodhur vendit tonë, Kosovës, Republikës Kosovës. Unë e shoh këtë krejtësisht e me përpikmëri në zbatim të agjendës ruse edhe të Serbisë në Kosovë. Së shumë e ashpër, zote Haradinaj. E di që tingëllon ashpër, edhe di sa brutale kjo që po e them, po unë nëse sa herë që lypet, muj me argumentu. Kushdo që ma mshil derën mu si vend, si Kosovë, në Washington, është armik i këtij vendi, i imi. I asaj që ke marrë dhe këtu, i asaj si mund të qëndrojmë kështu si jemi, edhe i asaj si mund të shkojmë atutje për fara. Duke i pas parasysh edhe gjitha këto zhvillime në sigurinë globale, kushdo që ma mban derën mbyll në Washington, qoftë edhe 1 minutë, është armik i vendit. A ka Kosova derën mbyll në Washington, zote Haradinaj? Po. Këtë komplet kundërtën e thot narrativi i qeverisë dhe i zotit Kurti që Nikani në Kurti duhet me thonë diçka, ai është specialist i mashtrimit, edhe unë epitetin e parë që ja kam thënë është mashtruesi. Ai e ka propagandën e mirë, ai vazhdon me ato populizmin